Dashi, do t'i qasemi çdo situatë me realizëm të thellë dhe nuk do të ndërmerrni asnjë hap të nxituar, duke i analizuar me kujdes të gjitha variantet para se të vendosni. Për ju në çift, sensualiteti do dominojë dhe do ndjeni aq të zhytur në afeksionin e partnerit saqë do të duket sikur koha ndalet. Beqarët sot do shpërfillin kërkimin e dashurisë, duke u përqendruar në aktivitete të pandershme që s'ofrojnë asnjë emocion të vërtetë. Në punë, largpamësia do jetë avantazh dhe nuk duhet të kënaqeni me të zakonshmën, por të sinoni majat. Sa më shumë përpjekje të investoni, aq më të sigurt do ju jenë suksesi dhe kënaqësia profesionale. Në planin financiar do mbizotëroj stabiliteti, prandaj vazhdoni të menaxhoni shpenzimet me maturi. Demi, sot ecni me plane të qarta dhe prioritetet në vend, sepse patë do ndiheni të shpërqendruar dhe të pakënaqur. Në çift, përkushtimi ndaj partnerit duhet të jetë i pakushtëzuar. Nëse i kushtoni rëndësi çdo detaj, lidhja do forcohet. Beqarët do përjetojnë një çast të fuqishëm dashurie me shikim të parë, zemrat do rahin fort për të dy palët. Urani do ndezë ambicien tuaj profesionale dhe do ju shtyjë drejt projekteve të reja me entuziazëm të pashuar. Do jeni të pandashëm në realizimin e ideve, por pa maturi në shpenzime xhepat mund t'ju boshatisin befas. Binjakët, luhatja nda optimizmit e pesimizmit do jetë pjesë e kësaj dite, dhe për ju në çift kjo do përkthehet në momente normale, marrëdhënie me pak debate të shkurtra dhe çaste të ëmbla. Beqarët duhet të jenë shumë të kujdesshëm, pasi shpesh gjërat nuk janë ashtu si duken në pamje të parë. Në punë, shefat do ju ftojnë në takim për të ndarë informacion të rëndësishëm, përgatituni me kujdes sepse do ketë surpriza. Financat do ecin me strategji të planifikuara, duke garantuar një ekuilibër të kënaqshëm gjatë gjithë ditës. Gaforja. Veproni sot duke ndjekur instinktet pa u ndier në impresion dhe do zbuloni se çfarë qetësie sjell veprimi i lirë. Për ju në çift, vizita e Venusit do nxjerrë në pa harmoni, sensualitet dhe romancë në çdo moment. Beqarët do kenë vetëm flirtet e lehta të ditës, pa dëshirën për diçka serioze. Në punë, qetësia do mbizotërojë dhe do punoni me ritëm të ngadalë por efikas. Edhe pse nuk do ketë vështirësi të mëdha financiare, kujdesi i vazhdueshëm do sigurojë mbrojtjen e të ardhmes. Luani. Planetet do ju mbushin me kurajon, duke ju dhënë motivin për të nisur çdo gjë me energji pozitive. Për ju në çift, Mërkuri do largojë konfliktet dhe do bëjë që dita të kalojë pa asnjë grindje. Beqarët sot do jenë realistë dhe do shmangin çdo lëvizje të gabuar, duke përjetuar jetën ashtu si e kishin ëndërruar. Në punë, idetë tuaja interesante do vlerësohen dhe do ecnit me ritëm më të shpejtë se zakonisht. Profesionalizmi juaj do duket qartazi, ndërsa financat do jenë gjithmonë nën kontroll, pa lëkundje të papritura. Virgjëresha. Hëna dhe Plutoni bashkëpunojnë për të larguar kujtimet e hidhura dhe të hapin rrugë për emocione të reja. Për ju në çift do jeni të vëmendshëm dhe lozonjar, duke përforcuar lidhjen me momente të ëmbla pafund. Beqarët, nëse veprojnë të nxituar, mund të shkënjehen sepse brendësia e dikujt nuk është ajo që duket në sipërfaqe. Në punë, përgjegjësia e rritur do ju ndihmojë të kuptoni vlerat tuaja dhe do forcojë pozicionin. Financat, ndonse të pranueshme, kërkojnë kujdes në çdo shpenzim për të shmangur tronditjet. Peshorja. Yjet e dashurisë dhe komunikimit do krijojnë një ambient të ngrohtë dhe për ju në çift dita do jetë e jashtëzakonshme, me realizimin e ëndrave më të bukura dhe përmbushje të thellë. Beqarët do kenë takime shumë të përshtatshme që do i bëjnë gati për hapa të rëndësishëm. Në punë, kërkimi një poste që ju sjell njohje dhe fitime shtesë do kërkojë vendosmëri. Pavarësisht vështirësive, mos u dorëzoni. Financat vetëm do përmirësohen, duke krijuar hapësirë për investime të nevojshme. Akrepi. Sot shmangni nxitimin dhe hapat e nxituar që mund të sjellin pendim. Për ju në çift, debatet e vazhdueshme do krijojnë lodhjen emocionale. Beqarët duhet t'i trajtojnë fjalët e ëmbla me rezerva, për të mos marrë plagë të pashërueshme. Në punë, talenti thjesht nuk mjafton, duhen iniciativë dhe përpjekje të vazhdueshme për të arritur më lart. Financat do vazhdojnë të jenë të paqëndrueshme, prandaj fiksoni dyfish çdo shpenzim për të mbrojtur ekuilibrin. Shigjetari. Hëna dhe Marsi do ruajnë numrin tuaj të lartë dhe do shmangin sfidat e rënda gjatë gjithë ditës. Për ju në çift do bini dakord për gjithçka me partnerin dhe do jeni gati për hapa të mëdha së bashku. Beqarët do kenë fatin të gjejnë shpirtin binjak dhe të dashurohen pa rezervë. Në punë, me strategji të qarta, do realizoni planet sipas dëshirës. Financat, ndonse jo në maj, me më shumë maturi do stabilizohen dhe do ju lejojnë të arrini synimet.
Në mbrëmje, një takim i papritur me miq të vjetër do sjellë gëzim dhe frymëzim të ri, duke i shtuar ditës suaj një notë të veçantë. Britsjapi. Bëni çdo gjë me përpikëri sot dhe vlerësoni rëndësinë e njerëzve përreth jush. Në çift, asnjë moment nuk duhet të kalojë pa përkushtim ndaj partnerit, i cili ka nevojë për dashurinë dhe mbështetjen tuaj. Beqarët do nis pa e kuptuar një histori romantike si në përralla. Në punë mund të ndryshoni pak orientimin, por me vendosmëri do arrini suksese më të mëdha. Financat nuk do jenë problem i madh, por ardhmja e tyre varet nga maturia juaj në menaxhim. Ujori. Ndryshe nga pritshmëritë, planetët nuk do sjellin fate jashtëzakonshëm sot, dhe në shumë fusha gjërat nuk do ecin ashtu si i keni planifikuar. Për ju në çift, dita pritet të stuhishme me debate për gjëra të thjeshta. Beqarët me personalitetin e fortë nuk do bien për çdo taktike jofshije. Në punë, përpjekjet për bashkëpunim me persona me vlera do jenë të vështira, por në financa dita do jetë e favorshme për transaksione dhe zhvyrje borxhe. Peshqit. Venusin do e keni në kraj gjatë gjithë ditës dhe do ndiheni më të përmbushur se kurrë më parë. Në çift do bëni çdo gjë për partnerin dhe marrëvënia do marrë një hovë pozitiv. Beqarët do rrezikojnë edhe mejësi të vjetra për të ndjekur një simpatinë e re. Në punë, durimi dhe qetësia do jenë çelësi për të shmangur gabimet. Me kujdes të vazhdueshëm në shpenzime, situata financiare do mbetet e kënaqshme. Krijueshmëria juaj sot do lulëzojë, ndaj mos hezitoni të filloni një projekt artistik apo kreativ që keni menduar prej kohësh. Përshëndetje, nëse kjo është hera e parë që ndodheni në kanalin ton, ju lutem subscribe, mos harroni të klikoni zilen që të informoheni të parët për videon e fundit. Faleminderit!